Kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump i është referuar vetes si president në detyrë i Venezuelës në një imazh të rrem të Wikipedias të publikuar në llogarinë e tij në Truth Social. Postimi, i cili ka marrë më shumë se 24.000 pëlqime, është më i fundit në një seri pretendimesh se Trump dhe Washingtoni janë në kontroll të vendit të Amerikës së Jugut pas kapjes së Nicolas Maduros më 3 janar. Trump ka pohuar vazhdimisht se Shtetet e Bashkuara do ta drejtojnë Venezuelën, pavarësisht se presidentja e përkohshme Delcy Rodriguez ka këmbgulur se asnjë fuqi e huaj nuk po e qeveris vendin e saj. Më herët, qeveria venezueliane ka deklaruar se Caracas ka vendosur të nisë një proces eksplorues të natyrës diplomatike me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me qëllim rivendosjen e misioneve diplomatike në të dyja vendet.